Zoja nën kryetare, nëse çesoni normale këtë seancë, që këta që ankohen për bullizëm online, shikosin si sillen. Dhe tani, zoja nën kryetare, nëse çesoni normale këtë seancë, që këta që ankohen për bullizëm online, shikosin si sillen. Dhe ankohen këta për profile falso. Zoti Kapri, keni fjalën 5 minuta, Zoti Kapri, fjalën tuaj. Sapo më përmendën, do më të flasësh pra, jo, ju si përmend ndër njëri, ju lutem, keni fjalën 5 minuta. Po përmendi forcën time politike, më zonjë. Mirë, po ju lutem. Me qetësi, keni fjalën 5 minuta. Me qenë se kërkoni. Tani, nëse këtu ka një ndërmarrje që merret me komente dhe profile falso, është një pjesë e administratës publike që punon e paguar edhe të zyrat e katit të dytë të Partia Socialiste, edhe të kati përdhesës tek Pallati i Kongreseve. Janë një ushtri e tërë të paguar me para publike, të cilët sulmojnë këtë mundin përpara. Tani, këto lloj shantazhesh këtu në parlament për profile fake, keni gjithë shtetin në dorë. Keni gjithë shtetin në dorë, merruni me shtetin, ju lutem, dhe e keni dorë dhe gjini, se ku është faktu nuk e di, dhe ankoni ju për dhuna, o Zoti i madh, o Zoti i madh. Tani, dëgjoni, zonjat të nderuara, edhe zonja Çaushi, edhe zonja Kida. Nuk jam marrë asnjëherë me Kiduina Zaka, po ndjes, zonjë, kërkoj ndjes. Nuk jam marrë asnjëherë me ju, pavarësisht se ju nuk pushoni nga vendi, edhe për një arsye shumë të thjeshtë. Arsyeja është që unë e kuptoj pse jeni ju këtu. Sidomos ju zëqine që erdhët dhunshëm në parlament duke marrë edhe një mandat që nuk e meritonit. Dhe arsyeja pse bëhet kjo është pikërisht për të tërhequr vëmendjen, për të mos folur për çështje reale në këtë vend dhe u keq përdorën një që është keqardhje e madhe. Dhe në fakt, prania juaj në këtë seancë është pikërisht dëshmi se sa keq është ka ta ndisur parlamentarizmi në Shqipëri. Kjo është e parë dhe e fundit që merrem me ju, sepse edhe si zonja dua të respektoj, të nderoj, nuk kemi marrë në njërë me ju, merreni ju me ne dhe ne e kuptojmë nga vjen urdhri, por me që zonja Çaushi është marrë me 10 herë me ne, e kam një porosi nga 10 mira të rinj një shesh, të cilët e kanë dedikuar një këngë e dashur. E ke dëgjuar këngën e rinisë shqiptare? E ke dëgjuar? Zeqine, 3 milion jemi ne, ti nuk di të numërosh, shkollë në shkollë të mësosh. Që jemi në shesh, sot më shumë, deri në rrëzimin e Edi Ramës. Faleminderit. Zonja Çaushi për replikë. Ishti e ralt, sepse kam ardhur unë këtu edhe ta mësosh një herë mirë ti e gjitha ato sorrat që financon ti atje në bulevard, se flamingot kanë fluturuar, kanë ngelur ato sorrat që i financon ti. Unë këtu e ralt kam ardhur për të përplasur të vërtetën në sy, ty dhe gjithë shqiptarët ta dinë mirë. Ta tha kryetari grupit parlamentar që parë dhe po ta them unë tani, ku i ka i gjetur Agronshea ato 15 milion euro që pastron parat dhe i bën fiktive gjas me shet një shtëpi. Ku është kjo shtëpia 15 milion euro, mos edhe në New York nuk kushton një shtëpi 15 milion euro. Ku i ka i gjetur Agronshea ato miliona euro që i ka dhënë hua. Këto hajde dhe tregoa shqiptarve ti edhe Agroni. Faleminderit. Replik me qënë se kolegu Kapri më përmend, pretendon që unë e përmend apo nuk e di që e pas ka ndruar emrin e pas ka bërë Agronshea, ose mbase janë 2 në 1, nuk e di, do më thënë çuditëra po dëgjojmë në këtë parlament edhe në Shqipërinë e ditëve të sotme. Megjithatë, po të kthej një përgjigje se pse jam unë edhe e ke parë e diti për çfarë jemi ne këtu. Mendoj që arsyen sepse unë, kolegja Çaushi dhe gjithë të tjerët jemi në këtë sallë, në këtë legjislaturë ju a kanë treguar shqiptarët
vjet, në 2025-ën. Kështu që dhe pse juve nuk ju pëlqen ky argument, dhe pse ju refuzoni që ta pranoni dhe pretendoni që ju jeni krah protestuesve dhe ata ju duan dhe ju mbështesin, nuk kemi parë sa ju duan, nuk kemi parë sa ju mbështesin duke u larguar, tash keni filluar stil tjetër, I gjeni këta njerëz dhe gjëja vin ju takoni, ju përqafojnë, na thu se I puti malli për ju, po e dim shumë mirë se në ato videot e para Groni kishte ty dhe Fridën, vetëm juve, shiko Frida që janë gjithë ta njerëz, shiko Erald që janë gjithë ta njerëz. Pra, partia juaj këto janë, jo, mi dërgojnë qytetarët dhe thonë sa të varfër që janë në popull këta, që pretendojnë se kanë shumë mbështetje edhe që bëjnë namin, ju harroni që shqiptarët nuk gënjen me ato video tuaja të TikTokut I dashur Erald. Qytetarët shqiptarë kanë zgjedhur kush do t'i drejtoj dhe kanë zgjedhur rrugën e Shqipërisë për Bashkimin Evropian. Dhe jam bashkë me Partinë Socialiste të ftuar të gjithë në trenin që ka nisur rrugën për Bashkimin Evropian. Ju se di ku keni mbetur, po Zoti ju ndihmoft që të gjeni rrugën. Faleminderit. Faleminderit. Zoti kryetar, rikthehemi në të sallë pas 20 ditësh përjashtim, për të cilin me thënë drejtën nuk e kuptova pse u përjashtova, edhe madje edhe kur kërkova të drejtën e fjalës në byron e kuvendit, kjo e drejtë na u mohua. Po më e rënda, zoti kryetar, është që ky parlament me dhunën e kartonave të kuq ka përjashtuar edhe kryetarin e Partisë Mundësia, zotin Agron Shehaj, për 30 ditë tjera. Dhe në total, nga fillimi I këtij sesioni, kryetari I një partie politike që ka marrë 50.000 vota në zgjedhje të administruara nga ju, me numëruesit tuaj, ka munguar 3 muaj në këtë seancë, 1/3 e kohës. Nëse ju mendoni se ky është parlamentarizëm, ja u them unë, ky është një partitizëm banal. Nuk buron legitimitetin nga kartonat tuaj të kuq që I ngrini dhunshëm, po buron nga qytetarët, të cilët kanë dalë në rrugë, në shesh sot, në bulevardin Dëshmorët e Kombit, që kërkojnë dorëheqjen e kësaj qeverie dhe shpërbërjen e këtij parlamenti të turpsh. Po ku e keni parë ju të përjashtoni deputetët, të gjithë deputetët e një force politike? Çfarë kujtoni se jeni ju? Jeni pronarët e Shqipërisë ju? E keni kthyer në këtë parlament në një deregje? Si mund ta bëni këtë gjë? Si mund ta bëni këtë gjë? Tjetër, zoti kryetar, vetëm sot u informuam sapo erdha në seancë me letrën tuaj që kërkesat tona për interpelanca, për pyetje përgjigje, të gjitha janë anulluar nga ana juaj. Na thoni që me që ju keni folur për Zvërnecin, për rjollin e parlament, nuk mund ta pyesni më ministrin e Brendshëm për këtë çështje. Po si mund të ta shkelni kaq dhunshëm kushtetutën? Si mund të ndaloni një deputet të flasi për çështje që do ai, që është votuar ai? Nuk është parlament ky, zoti kryetar. Nuk është parlament ky. Nuk mund të pyesim ne ministrin e Brendshëm pse? Sepse pas kemi pyetur në një seancë të kaluar. Nëse ju I thoni parlament këtij, nuk e di çfarë mund të them më tepër. Nuk e di çfarë mund të them më tepër. Dhe ajo që donim të ngrinim në këtë interpelancë me ministrin e Brendshëm, I cili me sa duket e kalon kohën duke sulmuar individ nderuar që flasin për protestën dhe mbrojnë qytetarët, veçanërisht avokatët, apo intelektualë që flasin ka guxime dhe të flasin, dhe nuk merret me policinë e shtetit që ka dalë nga shinat e ligjit. Një polici shteti që teksa po vija këtu në parlament, kishte rrethuar gjithë parlamentin me blinda, me qindra policë, edhe pse s'kishte asnjë protestues aty. Pse? Sepse ju trembët një vezë ju. U trembët nga vezët ju. Si mundet që deputetët mos pyesin ministrin e Brendshëm për këtë gjë? Do ta pyesim edhe për Zvërnecin prap, patjetër. Sepse kur ndodhi dhuna në Zvërnec nga bodyguardët e oligarkut dhe kompanive private, disa ditë me vonesë ministri tha ja u hoqim licencat të tyre kompanive. Ka raportime serioze që të njëjtat kompani thjesht kanë ndryshuar emrin, zoti ministër. Për këtë donim të pyesim neve ju. Për këtë donim të pyesim. Dhe për të njëjtën situatë ku mbi 120 ditë banorët e rjollit protestuan në fshatin e tyre,
që u troqën dhunshëm dhe u rrahën nga policia private, nuk folët kur për këtë gjë. Kur ne kërkonin të flisim parlament për rjollin, ju na censuronit. Dhe tani prapë kërkonit na censuronit. Po nuk e pat ju dhunën e policisë private në rjoll, zoti ministër, nuk e pat ju atë dhunë atje, se si trishin zvarr. Po policia që ka marrë zvarr, nëna me fëmijë dhe grashtat zana e ka shoqëruar në komisariat, edhe pse vendimet e gjykatave thoshin një pas një që nuk duheshin prekur, dhe i troqët zvarr. Dhe kur u mbush kupa në Zbërnec, bëni sikur po hiqi disa licenca. Po kalojmë edhe më tutje. Sjellja e policisë së shtetit në raport me protestën kombëtare që kërkon dorëheqjen e kësaj qeverie është e patolerueshme. E patolerueshme. E teksa kryeministri ka lëshuar gojën, që i quan shqiptarët drejnin shqiptare si nazist, është policia juaj që po sillet si një Gestapo. Janë mbi 300 njerëz të shoqëruar. Pa arsye, mbi 300 njerëz. Çfarë është kjo polici që i merr njerëzit telefon paraqitur në komisariat? Edhe gjykata u ka rrëzuar. U ka rrëzuar. Ju prapë vazhdoni të njëjtën gjë. Tek protesta që ndodhi para parlamentit. Zoti ministër, në qoftë se veza është akt dhune, ju qofshi. Është një akt civil. Dhe ata që e kanë marrë përsi për vezën, turpi për ta. E du ta kuptojnë mesazhin. Ashtu si të bëjnë xhiro në gjithë Tiranën, edhe të shikojnë portretet e tyre që janë ngjitur në koshat e plerave. Së mos, për ju zoti Balla, janë mbushur koshat e plerave, me portretin tënd. Janë mbushur koshat. Shëtit Tiranës do e shikosh. Dhe mund të gjesh ratlëk vetëm në Bruksel, kur shkon dhe luan bixhos në mes të Brukselit. Turpi për ju, dhe flisni për imazhin e Shqipërisë. Tjetër, kalojmë prapë te policia. Do kalojmë te policia. Treshje zvarr, gazi lotësjellës, ai piperja rinjve, dhuna me shelma, goditën në komisariate. Kësa i thoni ju policie europiane? Kësa i thoni policie europiane? Dhe ç'është më e rënda? Ç'është më e rënda? Ka nisur policia e shtetit hetim, sipas tyre për 10.000 shqiptarë që flasin lirshëm në internet dhe u fusin nga një review negative klientëve të Edi Ramës. Kjo është. Nëse dikush i ka nxirr imazhin Shqipërisë, është kjo qeveri. Kjo qeveri. Sepse imazhin Shqipërisë ka ngrit protesta, që flet e gjithë bota e civilizuar, që flet Parlamenti Evropian, që flasin mediat perëndimore, për rinin shqiptare që është ngritur në këmbë dhe kërkuan një vend normal, një vend ndryshe. Ndërsa ju keni shkuar në media si një vend që me parat e buxhetit paguani një këngëtar adhurues të Hitlerit. Ju, edhe flisni për imazhin ju që del kryeministri flet në anglisht, si i vetmi vend që ka shpëtuar ebrein gjatë lufte. Dhe çfarë bën? Paguan me parat e shqiptarve një adhurues të Hitlerit që vjen në Tiranë. Turpi juaj. Dhe për ta përmbyllur, është ironike në fakt, është një ironi e historisë, zoti kryetar, se fiks 30 vite më parë, në këto vakte, në Tiranë erdhi grupi i famshëm La Bush dhe i kënduan shqiptarëve Sweet Dreams. Për të reklamuar atyre ëndrrën se mund të futush kursimet në firmat piramidale dhe mund mos punosh. E dim se çfarë ndodhi disa muaj më pas. Ju sot po bëni të njëjtën gjë. Por vetëm me ndryshimin e vetëm se ndërsa atëre këngëtarët i paguanin firmat piramidale, sot ju keni futur dorën në xhep të shqiptarëve, keni marrë paratë dhe keni paguar të këngëtarë. Historia përsëritet. Ndaj thirrni mendjes, ktheni legitimitetin në këtë parlament. Mos tentoni të ndërprisni fjalën deputetëve, mos tentoni të përjashtoni më, sepse ndryshe do largoni me turp. Të largohesh nga politika është një gjë shumë normale, por të largohesh me turp është diçka krejt tjetër, dhe ky do të jetë fundi juaj. Kalojmë procesin e